E tmerrshme, ChatGPT kopjon vetveten për të mos eliminuar, për të mos shkëputur nga priza, për të ruajtur vetveten nga njerëzit. Kopjon vetveten. Është tmerr ta mendosh, megjithatë nuk e kuptoj se përse vazhdohet të ecet përpara me inteligjencën artificiale. Dhe doja t'ju pyesja juve, a e njihni historinë e Terminatorit, historinë e vërtet të filmit Terminator, se si lindi ky film? Tani po ju tregoj në ekskluziv për ju disa sekrete që lidhen pikërisht me këtë argument. Pra me inteligjencën artificiale dhe me robotët që do shkatërrojnë njerëzimin. Nuk është një fantazi. Tani dëgjojeni me kujdes. Si gjithmonë, kush është këtu rastësisht, nëse nuk e keni bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Është bërë një studim pra nga një grup studiuesish që studiojnë inxhinierë të informatikës dhe inxhinierë të lartë, jo vetëm do si do të informatikës, por edhe disa tipa të tjerë, disa që nuk mund të përmendet edhe emri, bën një test të inteligjencës artificiale, se deri në çfarë pike mund të shkojë. Dhe për sa i përket ChatGPT të bërë nga OpenAI, shkuan që të shikonin se si do të sillej nëse për të mbrojtur, sepse është një sistem mbrojtës për të kuptuar se si do të mbrojemi nëse nesër inteligjenca artificiale mund të shkaktojë probleme të rënda. Dhe nuk e prisnin sepse studimi ishte se si nëse do të nxirrte ndonjë flag ose ndonjë pop-up ose ndonjë problem tjetër banal, por nuk e kuptuan se çfarë ndodhi, sepse nga momenti që po linin, ishin në stand-by, me fjalë po shikonin gjatë testeve po flasim, në momenti që po pinin kafe, ChatGPT filloi që të riprodhonte vetveten, quhet testi 01. Dhe filloi që të prodhonte vetveten bile bëri dhe diçka tjetër, pra për të mbrojtur, sepse e kuptoi që donin ta eliminonin. Chati kuptoi që po kërkonin ta eliminonin. Njerëzit thot Chati, sepse duket sikur nuk kupton, por me sa duket kupton, këta duan që të me eliminojnë. Dhe çfarë bëjun? Do të kopjoj vetveten që në qoftë se do të me eliminojnë, në qoftë se do të heqin prizën, në qoftë se nesër do të ndodhë diçka për shkak që ta eliminojnë të gjithë chatin, un kam një kopje të vetvetes dhe mund të eci në mënyrë vetjake. Nuk e di më kuptoni apo jo sa e tmerrshme është. Dhe kur ky Sam Altman shkoi, sepse këta të studimit inxhinierët e Apollo Research, këta mbetën pa fjalë dhe i thanë atij me fjalë Altman, duhet të shikojmë se si mund të bëj, se e din të gjithë që nuk mund të ecin, nuk mund ta fshin. Do t'ju them se përse nuk duan ta fshin. Dhe i thanë Altman, i duhet të gjejmë diçka, një mënyrë se si mund të që mos të shfaqi këtë problem. Mirëpo Chati krijoi, teksa bënin prova, krijoi edhe një kod tjetër në Java si e quajnë këtej, dhe ishte e tmerrshme sepse në një kod me Java është themeli i chatit. Pra nga aty fillon çdo gjë. Por tjetra që është akoma më e tmerrshme që më bëri të drithërohem, kur ky Altman shkon në intervistë me këtë Joe Morgan dhe e pyet Joe Morgan si ishte mundur që të krijoj Chati, të krijoj vetveten. Dhe ai tha, edhe për ne ishte e tmerrshme. Po miri, thot ky, ti pse nuk lere, thot, pra hiqe, eliminoje. Po si mund t'ja bëj unë, thot ai. Pra edhe në intervistë thot, si mund t'ja bëj? Ka mira njerëz që më kanë, me fjalë, ka qindra njerëz që më kanë investuar dhe mira njerëz që e përdorin. Me fjalë, këta që kanë investuar, duke filluar edhe nga Bill Gates dhe të gjithë këta, si do t'ja bëj unë, thot ai, si do t'i jap mbrapsht këto para, nëse unë do ta shkatërroj chatin. Pra nëse chati nuk nga sot nuk do të ekzistojë më, unë si do t'ja bëj? Si do t'ja bëj të kthej lekët mbrapsht? Pra, duket sikur është e programuar nga diçka e mbinatyshme drejt që e mori. Duket sikur nuk është e programuar nga njeriu, sepse njeriu s'ka ku shkon. Ai ku do të shkojë? Me fjalë, një njeri i tillë që është mësuar me miliarda tani, si do t'ja bëj ai të kthej miliardat mbrapsht nëse shkatërron ChatGPT? Pastaj e shkatërroi ai. Ka të tjerë që kanë bërë disa kopje të ngjashme me chatin. Pra, në gjithë botën po investojnë për inteligjencën artificiale.
dhe duket diçka që nuk kthehet mbrapsht, por ecën vetëm përpara. Dhe tani do t'ju them se çfarë lidhje ka me Terminator dhe si lindi Terminator. Nuk e keni dëgjuar askund këtë që do t'ju them, ndoshta dikush nga ju rrallë ndoshta mund të ketë lexuar, por kjo është një intervistë që ka bërë këtu në Itali vet James Cameron para disa viteve. James Cameron filmonte filmin në vitin 1982, mos gaboj, Piranjat, nëse mbani mend. Dhe një pjesë e filmit është xhiruar në Itali. Dhe ai ishte në një hotel këtu në Rom dhe një mbrëmje ngrihet në mes të natës. Ishte ora 3:33. Nuk po gaboj këtu, dëgjoni me kujdes. Në orën 3:33 unë ngrita. Tha, ndoshta ishte rasti, unë isha ngritur ndoshta më përpara, por nga momenti që unë pash orarin, ishte 3:33. Dhe kisha djersë të ftokta dhe kam parë, thot, një skelet metalik, pra një tip lloj roboti metalik me lugë dhe pironj që dilte nga uji dhe vinte drejt meje dhe unë i kja vrap. Ishte, e di thot ai që për dikë kjo duke si diçka për të qeshur, por unë thot për mua ishte thot terrorizante, si thot ai, terrorizante. Me një fjalë, ishte një terror thot, sepse si, me një fjalë, kisha nuk kisha bërë asnjëherë një ëndër kaq të çuditshme, sepse njeriu bën ëndra thot ai, por jo kaq të çuditshme. Pra si mundet që një robot të mund të shfaqet nga ujërat në momentin që u po bëja filmin pikrisht për piranjat, pra nga ujërat dhe me lugë me pironj që të më vriste. Dhe nga këtu tha, mendova që ishte vetëm një ëndër aty do si do, por prisi sepse nuk marron aty, sepse ëndra vazhdoi, por kur u ktheva në Amerikë, thot ai. Në momentin që u ktheva, pas 3 ditësh që u ktheva, pash një ëndër akoma më të tmerrshme. Sikur parafërsisht i njëjti robot, si ai robot aty, që qëllonte njerëzit me bajonet, por bajonet e nxjerr nga krau. Atë që ka bërë në filmin Terminator, pra shfaqesh nga krau, bajoneta. Dhe nuk mbaron këtu, sepse për herë të tretë thot, unë thot pash sikur një kompjuter thot u fik, nga momenti si një televizor, u fik dhe një pikë vetme që ndejti në mes të kompjuterit, pastaj shpërtheu çdo gjë dhe sikur mbaroi bota, shpërtheu nga ajo pikë e vetme aty, nga një shpërthim total. Pra kjo është deklarata që ka bërë James Cameron dhe pastaj realizoi filmin Terminator. Ai për filmin Terminator nuk ka lënë asnjë deklarat në atë kohë, por të gjitha këto që po ju them tani i ka lënë tash, ka folur tani. Dhe thot, filmi Terminator për mendimin tim thot, nuk është një film thot, por janë ngjarje reale që do verifikohen. Nuk e di kur, thot ai, por unë jam i bindur për këtë. Pra një si mund të quhet, një parashikim, një profeci e bërë për inteligjencën artificiale që e kemi dhe në për filma. Bile ju keni, kush e di se sa filma keni, që i kemi parë për ditë, ku përkojnë janë në mënyrë eksakte me ato çfarë ka ndodhur. Dhe James Cameron thot që janë vizionet e njeriut, mendimet e njeriut të lidhura me një tjetër botë që ja shfaqin, sepse një pjesë e madhe e filmave, si thotë James Cameron, janë vëgime, janë ëndra, i kanë parë për ëndra, vëgime që do të ndodhin dikur. Pra, si është e mundur që ne sot ChatGPT-ja ripëdhon vetveten dhe ne nuk mundemi që ta frenojmë. Nuk e dim kuptoni. Pra, pse nuk mund ta frenojmë? Pikërisht pra, sepse është si mund të quhet, është rrënjosur, është mbledhur, është mbërthyer në disa forma jeta, pra e atyre që kanë investuar, e atyre që e prodhojnë, që ti është e pamundur që që nuk do të verifikohet. Pra duket sikur të jetë programuar nga diçka e mbi natyrshme. Tani, në qoftë se nuk do ta bënte Altman, do ta bënte dikush tjetër, inteligjencë artificiale, sepse ka disa, për shembull, që u vjen
nuk e bën ky, do ta bëj dikush tjetër. Por duhet të dini dhe diçka akoma më makabre. Është një njeri, një tip si thash më përpara, që është mirë mos ja themi emrin, që ai krijon algoritmet për inteligjencën artificiale. Dhe ky zotëri këtu ka vënë në dispozicion me miliarda euro në dispozicion për të bërë disa algoritme për armatimet. Dhe këto algoritme, që janë pikrisht ato që lidhen me inteligjencën artificiale, mund të shkatërrojnë, sipas ekspertëve, mund të shkatërrojnë racën njerëzore. Sepse duke qenë të kriptuara dhe duke qenë armë të jetë të ndërlikuara dhe të ndërtuara në bazë të inteligjencës artificiale, nga fillimet e saj, sot ka bërë një ndryshim madhështor, një ndryshim të tmerrshëm, që nesër mund të jenë të kriptuara disa kode, ti kriptoj vetë ChatGPT dhe pastaj në fund ti përdor kundër njerëzimit. Po e them këtë sepse askush nuk mund të marrë masa. Duket sikur çdo gjë të jetë e programuar nga një inteligjencë jo njerëzore. Ju çfarë mendimi keni për të gjithë këto që folëm sot? Pra, qoftë për ëndrrën që pati Terminator, pra James Cameron, dhe qoftë edhe për këtë chatin, pra që riprodhoi vetveten. Pres komentet tuaja. Ditë të mbar.